Vazhdon të rritet lista e të akuzuarve për zjarrin në diskotekën Puls, tragjedie cilësuar si më e madhja në histori të vendit që nga pavarësimi, kryeprokurori Ljupço Kocevski ka njoftuar se janë arrestuar 10 punonjës të punësuar në drejtorinë të ardhurave publike dhe se aktualisht po kryhen mbastisje në disa lokacione. Kocevski shpjegoi se procedura parahetimore është e lidhur me rastin e Koçanit, por do të zhvillohet veçmas në prokurorinë e Koçanit. Sipas të dhënave fillestare të prokurorisë, personat ngarkohen për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimi zyrtar, si dhe për dhënje dhe marrje të rishfetit. Nëse del diçka e re lidhur me ndonjë vepër penale, lënda eventualisht mund të transferohet në prokurorinë themelore për krim të organizuar dhe korrupsion. Kjo lëndë nuk mund të bashkohet me lëndën aktuale për Koçanin, sepse këtë nuk ka lidhje me pasojën e dëmshme, pra me vdekjen. Këto janë vepra penale për keqpërdorim, dhënje dhe marrje rishfeti, të cilat nuk kanë lidhje me ngjarjen penale, pra me lëndën për Koçanin që aktualisht është në procedurë. Për shkak të procedurës hetimore, Kocevski nuk zbuloi se në cilat pozita në drejtorinë të ardhurave publike ndodhen personat e përfshirë në procedurë. Pasi ende po merren të dhënat e tyre personale, shton se prokuroria do të propozojë masa të caktuara për të ndalurit. Për veprën penale e keqpërdorim të pozitës dhe autorizimeve zyrtare, afati i ndjekjes është për 5 vitet e fundit ose 3 vitet e fundit, ndërsa për veprat e tjera penale që lidhen me rishfetin, afati është më i gjatë. Nëse ka përshkrim për këto vepra penale, atëherë prokurori nuk do të ndërmarrë asnjë veprim. Dje ka nisur zyrtarisht gjykimi të akuzuarve për rastin e zjarrit në diskotekën Puls. Për këtë rast, akuzohen zyrtar të lartë shtetëror, ish ministra, ish drejtor dhe punonjës të institucioneve të ndryshme.